Unë nuk mendoj që sot i thanë që ka pasur kontroll mbi njerëzit që kanë bërë akte të tilla. Së pari nuk është e qartë që dhuna ishte kryer nga UÇK-ja. Edhe po të ishte kështu, ajo ishte realizuar nga individ të caktuar. Unë kam folur me Mike Jackson në lidhur me këtë, dhe sigurisht të thënë që ai ka folur me komandantët e tyre. Dhe ata kanë qenë në kontakte me personat të UÇK-s që lidheshin në zona të caktuara përgjegjësie. Unë nuk besoj që ka qenë UÇK-ja, po edhe po të ke qenë UÇK-ja, nuk kishte askush kontroll, nuk kishte mekanizëm kontrolli mbi atë çfarë ndodhte në teren. Nuk është se funksionon në gjë e tillë që ti jep urdhër dhe pastaj prisje që njerëzit ta zbatonin këtë urdhër. Ishte më tepër një rezistencë, njerëzit ishin në rezistencë për shkak se donin që të shpëtonin jetët e tyre. UÇK-ja kuptonte qartë se ata nuk do të merren atë që morën, në fakt, që ishte heqja e forcave serbe, po mos ishte për NATO-n. Dhe ata nuk kishin asnjë mjet që të mbronin veten kundër presioneve të forcave serbe. Pra, ishte një rast shumë i qartë që motivi për ta ishte që të dëgjonte çfarë thoshte KFOR-i dhe të bënin atë çfarë kërkonte KFOR-i. Miloševiqi dhe njerëzit e vet i kishin zmadhuar numrat e regjistrimit të popullsisë në mënyrë të tillë që ti shërbenin qëndrimeve të tyre. Në përgjithësi, po, nuk është se di konkretisht se çfarë probleme, çfarë mosmarrëveshjes ka pasur, por ajo çfarë di unë është që ka pasur ca mosmarrëveshje ose inate ndërmjet familjeve që banonin në të njëjtat fshatra ose zhvatje të tokës nga njëri tjetri, dhe e di që kanë ekzistuar probleme të tilla. E dim, dhe kemi marrë raporte që ka pasur serb dhe që kanë përfituar nga situatat, kanë vjedhur prona.